Gjatë 3 viteve të implementimit sistemit dual, unë ka marrë shumë kërkesa prej qytetarëve të Skenderajt, prandaj edhe jam inkuadruar që të jem kandidat për Asambletë Skenderajt. Nevojat e tyre janë ujëpishëm. Këtë zgjedhi bashkërisht me qeverinë Kurti me digën e Kuqicës. Në nëntor është gati për tenderim. E dyta është motivimi i të rinjeve, pavarësisht se çfarë sektori, duke kryer një zanov dhe duke marrë paga prej 16 vjeçë. Dhe nxënësit që kanë notat 4 ose 5 që vijojnë gjimnazin të marrin bursa. Dhe farën e fund, trajtimi i mbetjeve në mënyrë që ta kemi Skenderajt të pastër. Këto janë disa arsye për të cilat unë besoj që e sjell përvojën gjermane me miqtë e mi gjerman, ose më mirë me thonë partnerët e mi gjerman, që Skenderajin ta bëjmë një qendër të zhvilluar dhe të motivuar për të rinjët që ata të jenë këto dhe të zhvillojnë familjen, të zhvillojnë ekonomitë familjare dhe të shijojnë jetën, sepse në Gjermani jetohet për të punuar, kurse këtu në Kosovë punohet për të jetuar. Dhe kjo është motoja më e mirë, prandaj dhe gjithë mërgjimtarët që vinë këto e nin veten të relaksuar. Skenderaj first. Diaspora, mirë po dhe partnerët tonë gjerman, janë duke i zhvendosur produktet e tyre që janë duke i prodhuar në Azi, në drejtim të Evropës, zgjedhësisht Ballkanit. Dhe është një shans unik që ne në Skenderaj të krijojmë infrastrukturën që ata të vinë dhe të investojnë në Skenderaj, si për shembull ngrohturën e qytetit, si për shembull parkun inovativ, si për shembull pjesë të Teslas apo edhe vendi ku karikohen makinat me teknologjinë e kohës. Komuna e Skenderajt me udhëheqjen e lëvizjes vetëvendosje në krye me Hysni Mehonin do të ketë vetëm 9 drejtori nga 13 sa i ka. Me neve nuk do të ketë drejtori për Holla, Teze, Miq e Dashamir, por do të jetë drejtorat efektiv për qytetarët e komunës së Skenderajt. Njerëzit që punojnë në diasporë dhe i kanë prindërit këtu në Kosovë, gjithsesi në Skenderaj, për prindërit e tyre do të kujdeset komuna që ata të mos kenë nevojë të ndrojnë lokacionin e të shkojnë në për shtëpia të plezhve, por të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe do të kemi përkujdesje ambulantore, tërditore, varësisht sipas nevojës dhe kërkesës së kolegëve të mi që janë në diasporë e të cilët e kanë brengën kryesore se si po kalojnë prindërit tonë këtu në Skenderaj gjatë tërë kohës, sepse ne fizikisht nuk jemi me ta. Prandaj komuna e ka për detyrë dhe do ta bëjmë me udhëheqjen tonë që ne të përkujdesemi për prindërit jo vetëm të njerëzve rezidentë këtu, mirë po edhe të atyre që vinë nga diaspora. Prandaj ju e dini, vetëvendosje dhe numri im është 25. Gjithë të mirat.